Prime i djeshëm i Big Brother VIP Albania u konsiderua si një nga më të fortët e këtij edicioni, pasi si rrallë herë në shtëpi u futën 2 zarfa të zi, duke sjellë vendime drastike dhe pasoja të rënda për banorët. Emisioni u hap që në minutet e para me një atmosferë të tensionuar, duke u fokusuar fillimisht tek situata e Malit dhe Rogertit. Gjatë Prime-it u rikthyen pamje dhe diskutime që tregonin përplasjet e vazhdueshme mes tyre, ku Rogerti akuzoi për ofendime të përsëritura, deklarata të rënda dhe një sjellje të cilët sipas vëllait të madh u konsiderua se kishte kaluar kufijtë e lojës. U theksua se këto veprime kishin ndikuar drejt për drejt në gjendjen emocionale të Malit, duke krijuar një klimë të papranueshme brenda shtëpisë. Pas këtyre diskutimeve, Ledion Liço hapi zarfin e parë të zi në studio, ku lexua vendimi vëllait të madh. Rogerti do të jetë automatikisht i nominuar në çdo nominim të ardhshëm, sa herë të ketë televotim. Vendimi u cilësua si një ndëshkim për sjelljen e tij të vazhdueshme dhe u pranua nga vetë Rogerti pa diskutime. Në pjesën e dytë të Prime-it, vëmendja u zhvendos tek raporti tensionuar mes Caseyt dhe Kristit. U transmetuan pamje që tregonin përplasje të forta mes tyre, ku sipas vëllait të madh Casey kishte kaluar çdo kufi dhe duke mos ditur ta menaxhonte situatën në mënyrë të duhur. U theksua se ai kishte marrë paralajmërime të shumta gjatë qëndrimit në lojë, por sjellja e tij nuk kishte ndryshuar. Me hapjen e zarfit të dytë të zi, u mor vendimi përfundimtar. Casey u përjashtua menjëherë nga gara e Big Brother VIP Albania. Ky vendim solli reagime të forta si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë. Kujtojmë se kjo nuk është hera parë që Casey përballet me pasoja të tilla, pasi edhe më parë ishte përjashtuar nga përputhen për sjellje të papranueshme ndaj Selinës. Në pjesën e tretë të Prime-it u rikthye sërish në vëmendje raporti mes Mateos dhe Brikenës. Edhe pse lidhja e tyre ka qenë shpesh burim debatesh dhe dyshimesh, këtë herë tonet u shfaqën më të qeta dhe më të zbutura, krahasuar me Prime-et e mëparshme. U diskutua ndikimi i ardhes së nënës së Brikenës në shtëpi, e cila me sa duket ka ndryshuar disi këndvështrimin e saj dhe mënyrën se si Brikena e sheh këtë raport. Prime u mbyll me reflektime dhe mesazhe të forta mbi kufijtë e lojës dhe përgjegjësisë e sjelljes brenda shtëpisë. Por edhe diçka tjetër ndodhi. Gjatë mbrëmjes u diskutua rivaliteti mes dy kunatave, Selinës dhe Gretës. Ku pa qartë se Greta në disa momente e kishte sfiduar brenda lojës Selinën, ndoshta edhe më shumë se duhet, duke dhënë në provë marrëdhënien që kanë. Më pas në llomën e surprizave erdhi Ono, vëllai i Selinës, i cili u përball me një zgjedhje, të qëndronte pranë njërës prej vajzave të fejuarës apo motrës. Ai zgjodhi Selinën, duke i dhënë informacion se ishte më mirë të luante vetë. Publiku mbeti me pyetje, a ishte ky një mesazh për Selinën apo edhe për Gretën? Një surprizë e jashtëzakonshme ndodhi në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Vëllai i Selinës dhe njëkohësisht partneri i Gretës, Ono, e bëri një surprizë të madhe kësaj të fundit. Në atmosferë romantike dhe të veçantë, me sfond të kuq dhe muzikë që theksonte momentin, ai propozoi Gretës për martesë. Greta, emocionuar dhe e përlotur në çdo moment, pranoi menjëherë. Ky moment nuk ishte vetëm një përfundim romantik, por edhe një kthes për dinamikën mes banorëve, duke zbutur pak tensionin mes Selinës dhe Gretës. Dhe duke treguar se marrëdhënia atyre personale ka thellësi dhe emocione që shkojnë përtej lojës. Publiku mahnit nga mënyra e sinqertë dhe e papritur e propozimit, duke e bërë këtë një nga momentet më të komentuara të Prime-it. Në fund të lojës, Greta fitoi një avantazh të rëndësishëm, ku kishte mundësinë të dërgonte ose të gjithë djemt, ose të gjithë vajzat në nominim. Ajo zgjodhi që të gjithë djemt të ishin gjatë javës në nominim. Si është dukur ky vendim dhe si është dukur vendimi për 2 zarfet e zi që kanë ardhur në shtëpi.